një video e regjistruar në Molfetta, në një koncert drejtuar nga ish dirigjenti i Shkodrës, Ferdinand Leshi, pas dritë atje ku është, një muzikant i shkëlqyshëm, më dha shansin për më të kërku për me folë diçka për muzikën moderne. Dhe pikërisht ka qenë viti 1993, kemi luajtur me orkestrën e shkollës artistike Prek Jakova, një romancë me një gjuhë muzikore tjetër, që quhet muzika moderne, që në vitin 1993. Dhe me thonë vërtetën, ajo video tashti është punuar edhe me inteligencë artificiale, pra me ngjyra, se mirë ka qenë, por tashti është punuar më mirë dhe tingëllon shumë bukur. Muzika asaj kohe. E dyta, muzika moderne, tentativa e parë ka qenë vitin 1990 në nëntor. Kemi luajtur kompozitorin e madh amerikan, George Gershwin, e kemi luajtur në Hallin e Teatrit Migjeni, pra kemi luajtur muzikë moderne, do të thotë para 33-36 vjeç, pra ishin fillimet. Dhe pastaj kam organizuar në vitin 1994 atë që quhet ndryshimi i gjuhës. Alban Berg, Schönberg e kam organizuar në qendrën kulturore Pjetër Gaci. Alban Berg, Schönberg, pra tentum të prezantojmë gjuhën moderne të muzikës së njohur botërore për spektatorin. Nuk është krejt e thjesht, pasi ju e dini mirë që formimi muzikor merret ndërmjet harmonisë klasike, solfegjit, polifonisë, analizës së veprës, dhe pastaj fillon ndryshimi i gjuhës muzikore, e cila ndërtohet tek fëmijët. Por baza e shkollës është klasike, dhe kjo më bëri që të kujtoj këto data të rëndësishme, unë kam dërguar dhe një video, kam dëshirë që ta prezantoni në faqen tuaj, është diçka interesante e kompozitorit nga Shkodra, Markelian Kapitani. Problemi aktual ku jemi, me të thënë vërtetën, në qoftë se do të propozojmë forume, në qoftë se do të propozojmë konkurse, në qoftë se do të propozojmë debate, nuk bëjmë asnjë gjë më tepër, por problemi është krejt i thjeshtë, që muzika të krijohet, pra mund të ketë një forum të muzikës së krijuar modern në qytetin e Shkodrës, mund të ketë një konkurs, por e rëndësishme është që kjo muzikë që krijohet nga autor shkodran ose marrë shqiptar, mund ta losin për auditore të caktuara dhe do t'i bëjnë mirë asaj që quhet inovacioni i muzikës ose ndryshimi i gjuhës së muzikës, natyrisht pa harruar asnjëherë atë që quhet muzika shqiptare, atë që quhet muzika jonë shekullare. Është interesant fakti, në muzikë moderne ka shkruar Cezadeh në vitin 1974 te poema për violinë. Dëgjojnë se është me të vërtetë moderne. Muzikë moderne ka shkruar Prek Jakova që në vitin 1950, 1960, dhe neve duke e luajtur e modernizoj. Por koncepti për të ndryshuar gjuhën muzikore, jam krejtësisht dakord. Në Rumani është një konkurs i cili zhvillohet për muzikën moderne. Jetmir Zaganjori ka shkruar një punë me një tekst të Migjenit, pra janë të lutur të gjithë të prezantojnë muzikë moderne, të ftojnë publikun dhe natyrisht do të japin një dimension tjetër asaj që quhet muzikës, pra asaj muzikës që jemi në kohën ku jemi. Bile jemi pak vënum. Përkrahi dhe përshëndes çdo iniciativë e cila është në këtë fushë. Dhe kjo është pozitive për qytetin. Sa në ndihmon kjo trashëgimi e vyer e muzikës moderne në vendin tonë për të shpalosur një krijimtari cilësore edhe për të ardhmen? Pikërisht pra, thash duhet forume, duhet institucione dhe çdo iniciativë që është në këtë drejtim duhet përkrahë, pa diskutim, don të ndryshojë, por gjithmonë pa harruar atë që quhet tradicionale e muzika shqiptare dhe duke ndryshuar gjuhën, ndryshon edhe mentaliteti, i ofrojmë publikut muzikën serioze me një gjuhë tjetër. Kjo është diçka pozitive. Dhe prandaj edhe nga njëherë historia në muzikë edhe në art ka shumë pak rëndësi. E rëndësishme arti është të luhet, të krijohet, të dëgjohet, të studiohet dhe të prezantohet para publikut shkodran, pasi kemi një publik të shkëlqyer.